Të diskutuar lidhur me këtë çështje, kemi kënaqësinë të ndajmë sot një bisedë me profesorin dhe njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Xhavit Shala. Zoti Shala, ju falenderoj shumë që na bashkoheni sot, është një kënaqësi. Le ta nisim pikërisht me këtë val njohjesh për shtetin palestinez. Shtete si Franca, Britania e Madhe dhe Australia kanë njoftuar që do të njohin në prag të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s shtetin e Palestinës. Çfarë rëndësie ka ky akt? Ka vetëm rëndësi simbolike apo përfaqëson diçka më shumë si për palestinezët ashtu edhe për Izraelin? Unë mendoj që ky akt ka një rëndësi të jashtëzakonshme për momentin në cilin ndodhet çështja palestineze. Nëse do të kthehemi pak në aspektin historik, këto shtete që nuk e kanë njohur deri tani, që pritet ta njohin nesër e tutje, që janë Franca, Britania, Australia, janë pak, jo pak, domethënë, që këta kanë rëndësi për këtë moment dhe synimi është për ta mbajtur gjallë zgjidhjen me dy shtete, pra që ketë edhe palestinezët të kenë të drejtën e krijimit të shtetit të tyre. Është një zgjidhje që është një investim për sigurinë e të ardhmen. Pas zgjidhjen e një çështjes palestineze, as që mund të bëhet fjalë që ai jo Izraeli, po as rajoni në linjën e mesme të mos ketë një zgjidhje afatgjatë sigurie, pra të ketë problematika në fushën e sigurisë. Do thoni ju pse nuk e ka njohur më përpara. Çështja e dy shteteve ka qenë rendite në fakt. Dhe pavarësisht Izraelit, her pas here ky problem ngri dhe siç duket ishte në pritje edhe të relaksimit të situatave të ndryshme, por nga faktorët kryesorë që ishin të pajtuar me zgjidhjen e çështjes me dy shtete, pra edhe me krijimin e shtetit palestinez, ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Administratat përpara Trumpit, përpara kësaj administrate në përgjithësi kanë qenë të vendosura për zgjidhjen me dy shtete. Po, por duket sikur tani Shtetet Bashkuara kanë hequr dorë nga kjo zgjidhje, sepse kemi parë vazhdimisht presidentin amerikan Donald Trump të mos flasë më për zgjidhjen e dy shteteve. A e bën këtë opsion edhe më të largët? Kjo e bën jashtëzakonisht të vështirë këtë opsion, paktën gjatë këtij mandati të presidentit Trump. Domethënë ai është totalisht i angazhuar, por me sa duket nuk është thënë hapur cili është opsioni amerikan për zgjidhjen e çështjes qoftë Gazës, por qoftë të çështjes palestineze. Por nënkuptohet që përfundimisht politika zyrtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka hequr dorë nga zgjidhja me dy shtete. Dhe mbështetja hapur që administrata Trump po jep çështjes së Izraelit në farë mënyrë ka dëmtuar në këndvështrimin tim edhe vetë reputacionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, domethënë sepse gjithë bota po shef se ç'po ndodh në Gaza. Po shohim sot dhe dje këto lëvizjet apo tërheqjet nga Gaza të kujtojnë këto eksode, të kujtojnë atë eksodin e shqiptarëve nga Kosova në vitin 1988. Domethënë është një krizë humanitare e dhimbshme që është në Gaza dhe që lidhet në tërësi edhe me çështjen palestineze. E qartë, po do diskutojmë për këtë pak më vonë, profesor. Doja të ndaleshim pak tek çështja e njohjes dhe siç e thatë dhe ju, presidenti amerikan po lobon fuqishëm në krah të Izraelit dhe ka kritikuar vendet të cilat kanë pasur iniciativën ta njohin shtetin e Palestinës, e ka cilësuar njohjen e Palestinës si një shpërblim për terrorizmin. E kemi parë të marrë masa dhe të sankcionoj zyrtarët e autoritetit palestinez duke i bllokuar edhe hyrjen për në Shtetet Bashkuara ku do të mbahet Asambleja e Përgjithshme e OKB-s. Si e shihni në këtë aspekt rolin e Shteteve të Bashkuara? Ju e thatë Shtetet Bashkuara janë dhe administrata Trump është vënë hapur në mbrojtje të mënyrës se si Izraeli po e zgjidh çështjen e Gazës dhe në mënyrën më afatgjatë se si Izraeli mendon ta zgjidhë çështjen palestineze. Ai reagimi i administratës Trump për të penguar të aktivitetet në kuadër të mbështetjes së shtetësisë palestineze në Organizatën e Kombeve Bashkuara është një reagim ndaj tregon në farë mënyrë dhe frikën ndaj këtij procesi që pritet të zhvillohet në Organizatën e Kombeve Bashkuara.
me nismën e dy shteteve të Francës, një dhe të Arabisë Saudite, do të marrë një samit, bëhet fjalë për pas 2 vitesh, pra me objektiv kryesor çështjen e shtetit të Palestinës. Pra, edhe presidenti Macron dhe Arabia Saudite po përpiqen që në këto kushte ku ka një mbështetje të fuqishme amerikane ndaj Izraelit, ta mbajnë gjallë idenë e zgjidhjes me 2 shtete. Pra, dhe kjo është shumë e rëndësishme për momentin, sepse kështu si po shkon, nëse nuk do ketë një angazhim të tillë ndërkombëtar, diplomatik, nga shtete të përgjithshme, të cilët i kritikojnë veprimet izraelite, shkeljen e librave të drejtat njerëzit dhe vrasjet dhe krimet e luftës të tjera, kjo çështje do kalonte drejt harresës, domethënë, dhe përfundimisht Izraeli pastaj këtë do ta merrte si një mbështetje edhe për pastrimet në bregun perëndimor, ndërtimin e kolonive të reja, pra për vdekjen që në embrion të idesë së një shteti palestinez. Dhe këtu pozicionon gjithësisht Izraeli që ta bëjë kjo klasë politike që është aktualisht në Izrael, pra me në krye Benjamin Netanyahu, ka ngjallur reagim edhe e kundërshtirë nga vetë izraelitët. Shohim që ka nga vetë populli i Izraelit, nga vetë një pjesë elitës politike izraelite, të cilët nuk janë dakord me këto veprime që po kryen, sepse duke qenë një pjesë elitës të përgjithshëm, mendojnë që përgjithshmëria apo merita një klase politike është që të investojë për sigurinë e brezave që vinë, jo të investojë për konfliktet të tjera të ardhshme apo në futjen në një rrugë paktim mbrapa. Dhe administrata apo qeveria e Netanyahu me politika që po ndjek, po investon për një rrugë paktim drejt konflikteve të ardhshme. Këtu është interesante nëse ju doni ta trajtojmë edhe në aspektin e krizës në linjën e mesme. Domethënë, linja e mesme përfundimisht po radikalizohet. Shtetet po ndjejnë vetëm të kërcënuar tashmë nga Izraeli. Ajo nisëm që filloi presidenti Trump që sulmi në Katar e tregoi këtë, apo jo, sepse Izraeli tregoi që nuk njeh kufi dhe që nuk do të ndalej duke sulmuar Hamasin vetëm në rripin e Gazës, por duke shënjestruar edhe shtete në një farë mënyrë aleate dhe që ndërmjetësonin për paqen siç ishte Katari. Absolutisht po, bile duke goditur delegacionin që do merrte pjesë në bisedime. Atëherë me këtë do ta bëj. Kjo vetë ai sulmi izraelit në Katar ndaj delegacionit që merrte pjesë në bisedime ose që përgatitej ose që po ishte vendimarrës për çështjen e planit të paqes, tregon vetë thelbin e politikës izraelite. Pra ata nuk janë të interesuar për vendosjen e një paqe. Kjo tregon ishte një demaskim i hapur. Ishte një demaskim i hapur dhe pati që nuk arriti ato rezultatet që priste Izraeli në farë mënyrë që një bumerang ai operacion. Por çfarë ndodhi? Kjo bëri që të zgjohet gjithë shtetet e linjës mesme dhe ta kuptojnë që Izraeli është ajo që ata nuk po njeh më kufi. Pra, është krijuar duke pasur një mbështetje amerikane, po mendon që amerikanët do ta mbështesin në çdo marrësi që ata do të bëjnë. Kjo pastaj nxiti një reagim në linjën e mesme, 2 ditë më përpara marrë ajo që quhet një konferencë e organizatës së Brendë Islamike dhe Lidhjes Arabe, një konferencë e përbashkët, një samit i përbashkët në Doha, pikërisht për t'i dhënë paralajmërim me Izraelit që duhet heqi dorë nga aventurat që ajo ka nisur në linjën e mesme. Izraeli në këtë rast deshtashes atë operacion që bëri kundër delegacionit Hamasit deshtashes si një veprim që është bërë në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me meratime të Shtetit Bashkuara të Amerikës, por në fakt Shtetet Bashkuara duke parë këtë reagim ndërkombëtar u tërhoqën dhe në farë mënyrë Izraeli dhe vetë Netanyahu i mbeti në dorë ky operacion. Profesor, me që jemi te kjo çështje dhe tek raportet e Izraelit me vendet fqinje, do doja të ndaleshim pak tek raportet me Turqinë, sepse kemi dëgjuar presidentin turk Recep Tayyip Erdogan të bëjë deklarata shumë të forta, ka shprehur shqetësimin se edhe Turqia mund të bëhet shënjestër e një sulmi izraelit pas asaj që i kishte ndodhur Katarit. Ka përdorur epitete shumë të forta ndaj Netanyahu, duke e cilësuar dhe si Hitler. Si e shihni këtë raport? Turqia ka qenë në fakt që në fillim të krizës në Gaza ka qenë një mbështetëse e fortë e Gazas, domethënë, bile në farë mënyrë në fillimin e saj ajo nuk bëri një dallim, nuk e dënoi hapur fare sulmin terrorist
të Hamasit ndaj Izraelit. Shiko, duhet jemi të qartë. Nëse bëjmë analiza për të qartësuar edhe opinionin, por edhe për të përpjekur për të vendosur pikat mbi i. Izraeli ka patur të drejtën e ligjshme për të mbrojtur ndaj aktit terrorist të Hamasit, por nuk e justifikon në asnjë mënyrë veprimi që bëhet ndaj popullsisë civile palestineze. Është ndryshe të merresh me Hamasin, është ndryshe të merresh me popullsinë civile palestineze. Nëse ti e fut në një rreth, në një shport, edhe popullsinë e Gazës, edhe lëvizjen e Hamasit, ky pastaj janë shkelje ligjeve të luftës, janë krime lufte, edhe është gjenocid. Pra, ndërsa Turqia fillimisht në fakt nuk e bëri këtë dallim, por më pas u pozicionua domthonë në dënimin e aktit 1, por edhe në mbështetjen e lëvizjes në Gaza, pra në mbështetjen më saktë të çështjes palestineze. Dhe ka qenë shumë i vendosur, presidenti Erdogan ka qenë shumë i vendosur dhe ka iniciuar edhe mundësinë për të bërë bisedime në Turqi, duke ftuar palët, është përpjekur të bëjë një organizim edhe në vatrën lindjes së mesme, po unë nuk mendoj që marrëzia izraelite do të arrijë deri aty. Bile jo vetëm me Turqinë që nuk do të guxojë dot, sepse Turqia nuk është Katari. Turqia është një nga vendet më të fuqishme të linjës mesme. Izraeli sa do të përpiqet shumë mund të rivalizojë në aspektin e ndikimit, por nuk do të guxojë dot kurrë që të merret me Turqinë. Turqia është ka qenë një perëndori, është një shtet që ka një armatim të jashtëzakonshëm, ka një ushtri të jashtëzakonshme dhe do të jetë një aventurë po të përfshihesh në këtë. Po ata mund të përpiqen të përfshihen indirekt, në konflikte indirekte. Pra Turqia mbron Sirin, Izraeli sulmon pjesë të Sirisë, pra këtu mund bëhet një përplasje indirekte, pra jo drejt për drejt e synimeve të palëve. Por qëllimi këtu është që duhet produkohet një zgjidhje. Cila është kjo zgjidhje? Në kushtet kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk po pozicionohen qartë, cili është pozicioni sotëm amerikan, këtë do të pyesesh për zgjidhjen e çështjes palestineze, nuk ka një përgjigje. Për zgjidhjen e çështjes Gazës, pavarësisht se presidenti Trump disa herë ka thënë që do po pritet një marrëveshje, do vazhdojë, do lirohen kaq shpejt kështu, kaq shpejt ashtu, por në të vërtetë çfarë ndodhi? Kur pritej përgjigjja e delegacionit, ajo u bombardua në Katar. Kur pritej përgjigjja e delegacionit të Hamasit. Pra, duket që kjo paqëndrueshmëri apo e Shtetet Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e kësaj çështje më shumë se sa ka frenuar, ka frymzuar Izraelin në ndjekjen e kësaj politike në linjën e mesme. Izraeli, unë mendoj që kjo e dëmtoi me informase edhe përpjekjet e Shtetit Bashkuara të Amerikës që filluan për paqen në linjën e mesme. Madje marrëveshjen e Abrahamit që u menduat në Trumpin e parë dhe që u menduat që në mandatin e Trumpit dytë tashmë do të arrijë të përfshishin në shtete tjera. Me këtë vorbull që fut Izraeli çështjen palestineze, do të jetë shumë vështirë, bile edhe ato shtetet që janë përfshirë në këtë marrëveshje mund të kenë problematika në të ardhmen. Pra në farë mënyrë mund të ketë një reagim islamik dhe arab bashkë për të bërë një blok kundër Izraelit. A mendoni se ekziston ky rrezik dhe që konflikti të përhapet pikërisht nga ky blok anti-izraelit? Nuk mendoj që konflikti i armatosur mund të përhapet, por kjo po bën që shtetet arabe të ndjejnë kërcënimin. Pra, te këto shtete po ndodh ajo që quhet në ato teoritë e sigurisë, po ndodh ajo që quhet dilema e sigurisë. Pra, këto kanë filluar ta ndjejnë veten të kërcënuar. Bile vetë Arabia Saudite ka filluar ta ndjejë veten, me sa duket. Dje ata kanë nënshkruar një marrëveshje me Pakistanin, një marrëveshje mbrojtje. Ç'është kjo marrëveshje mbrojtje? Kjo marrëveshje mbrojtje është bile palët deklaruan që nëse sulmohet një shtet, do angazhohen të dy shtetet në mbrojtje. Ana tjetër, arsenali bërthamor i Pakistanit është në dispozicion tashmë të mbrojtjes edhe të Arabisë Saudite. Në një farë mënyrë Arabia Saudite u bë një fuqi bërthamore në linjën e mesme. Nuk është vetëm Izraeli fuqi bërthamore. Por kjo mund të ngjallë që edhe shtetet tjera të kërkojnë binjakëzime të tilla, pra me shtetet që janë fuqi bërthamore.
por kjo ku po na çon? Kjo po e bën linjën e mesme më të radikalizuar se sa ka qenë domthon që në kohën e krizës së 67-s. Domthon kur pat një koalicion arabo-islamik ndaj Izraelit. Pra, gjithë kjo është përgjegjësi apo pa përgjegjësi e klasës aktuale politike të Izraelit dhe vetë kryeministit Benjamin Netanyahu. Me sa duket, lëvizja e Hamasit ajati pa precedent. Duhet jemi të qartë, në vendvështrimin tim, dëmin më të madh lëvizjes palestineze nuk ja ka shkaktuar Izraeli fillimisht, po ja ka shkaktuar vetë Hamasi, sepse problemet nuk do të kishin arrit në këtë nëse vetë Hamasi nuk do të përfshihet në një akt të tillë terrorist, pra kundër më 7 tetor të vitit 2023 kundër Izraelit. Kjo iniciativë, profesor, për një... Ma interesante, nëse do më lësh shpreh, ma interesante është që vetë duket sikur vetë Hamasi ka qenë një krijesë, apo rruga e Hamasit ka patur kallëzuar mbështetjen e madhe të Izraelit. Që në kohën ku ka qenë bile vetë kryeministi Netanyahu, kryeministi që nga viti 2006-2007, apo pak diçka në ato vite, Hamasi u mbështet nga Izraeli dhe nga vetë kryeministi Netanyahu për ta rivalizuar organizatën për çlimin e Palestinës dhe për ta sfustuar këtë organizatë nga ndikimi që ajo kishte në Gaza, sepse pushtetit në atë kohë në Gaza e ka pas po organizata për çlimin e Palestinës. Pra kjo organizatë që është në bregun perëndimor dhe me mbështetjen izraelite, me financimin izraelite, janë të deklaruar që Hamasi merrte $100 milion në vit nga taksat që paguheshin shtetit, po që ja gjeronte Izraeli, pra Ministria e Financave të Izraelit ja gjeronte Hamasin. Pra në një farë mënyrë duket pastaj sikur këta e rritën vetë dhe për ta shfrytzuar pikërisht për atë ditë, pra që me ata atë që bën tashmë ata u ngritën edhe në farë mënyrë e hamasizuan të gjithë çështjen palestineze. Pra vërtet Palestinës presidentit përkatës atje dhe kësaj që ka një dakordsi ndërkombëtare për sundimin apo për qeverisjen e kësaj në bregun perëndimor, pra nuk ka pas krijuar probleme dhe duket se kishim një thelb, po krijoi një bërthamë shtetit palestinez, pra që do kalonte në faza të tjera për më vonë për të faktorizuar akoma më tepër në arenën ndërkombëtare të tjera. E qartë. Profesor, iniciativa e njohjes vjen pak ditë pas raportit të Komisionit të OKB-s që e përcaktonte si gjenocid veprimet dhe luftën e Izraelit në rripin e Gazës. Sa e dëmton ose sa e godet Izraelin ky izolim ndërkombëtar që po bëhet gjithmonë e më i madh, apo mbetet i paprekur Izraeli? Izraeli me veprimet e kësaj elite politike, kësaj qeverisje aktuale, ndodh në pikën më të ulët të ndikimit dhe të reputacionit të saj të tij në botë. Nuk ka ndodhur asnjëherë që Izraeli të jetë në këtë nivel. Edhe në konfliktin e 67-s me botën arabe, Izraeli kishte mbështetjen e Anglisë dhe shumë shteteve perëndimore, kurse sot nuk ka mbështetjen e askujt përveç së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe Izraeli pretendon të kthehet një fuqi rajonale, pra të sundojë linjën e mesme, por pa mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Izraeli nuk ka asnjë lloj fuqie apo asnjë lloj ndikimi që mund të ketë në linjën e mesme në aspektin asaj që të duket sikur është vendi që komandon apo që është kryesor në linjën e mesme. Dhe këtu është edhe rivaliteti me Turqinë, domethënë. Pra, mund të themi që pozicioni apo edhe bota perëndimore që ka mbështetur vazhdimisht Izraelin edhe për shlyrat e faj, sidomos Europa, që qenë pat zot të mbronin në kohën e luftës së dytë botërore, pra kanë ndruar mendim në aspektin tashmë, po shef që Izraeli ka të kaluar të gjithë kufi, ka kaluar vijën e kuqe. Pra, askush nga perëndimi nuk e mohon të drejtën e Izraelit për të luftuar Hamasin, për ta zhdukur bile Hamasin nga ndikimi i asaj. Por ndryshe është të merresh me Hamasin, ndryshe është të merresh me popullsinë civile. Shteti i Izraelit ka të gjithë mekanizmat, i ka ushtrim, i ka shërbim inteligjencë, i ka të gjitha që të bëjë një diferencim midis terroristit dhe popullsisë civile.
dhe vetëm kështu ata do të vazhdojnë ta gëzonin mbështetjen e Perëndimit. Por me sa duket, atë që u tha edhe presidenti Macron, synimi tashmë është kjo nuk është s'kesh puna Hamasit, por me sa duket kjo është ka synime politike. Pra ka që të bllokojë zgjidhjen e dy shteteve edhe po ka qenë ngjalli këtë reagim të fuqishëm europian perëndimor, por edhe ndërkombëtar të botës qytetare. Pra, po përpiqen ta marrin gjallë akoma çështjen me dy shtete. Unë besoj që, shikon, nuk mund të zgjidhet edhe çështja palestineze, sa do të Izrael nuk do ta edhe brenda një mandati të presidentit Trump, sido që sa do mbështetje që të kenë ata nuk do të arrijnë. Dhe situata pra mund ndryshojë edhe në vetë brenda Izraelit. Me sa duket kjo elitë politike e Izraelit, vetë kryeministri Netanyahu duke qenë penalizuar, i akuzuar për korrupsion, por përpiqet që para çdo seance gjyqësore ai duket sikur bën ai sulm traumatosur, vetëm për të mos marrë pjesë në seancën gjyqësore të tij. Pra në një mënyrë po përpiqet që është këtë lëvizje apo këto zhvillime në arenën ndërkombëtare, ai ti përdori edhe për pushtetin e tij politik, apo duke i dhënë mundësi krahut ekstremist, duke i dhënë mundësi atyre që edhe duke zënë pozicione kyçe në strukturat e sigurisë dhe duke i licencuar në thojza veprimet e tyre, pra edhe ndaj territoreve në bregun perëndimor. Profesor, kam edhe një pyetje të fundit, nëse do të më lejoni. Kam edhe një pyetje të fundit. Do doja të pyesja lidhur me ofensivën në Gaza, ofensiva toksore që ka pak ditë që ka nisur dhe që na ka prodhuar pamje të tmerrshme që kanë ardhur nga Gaza gjatë këtyre ditëve, mira njerëz që shpërngulen, ndërtesa të shkatruara, Gaza po digjet, siç ka thënë edhe ministri i mbrojtjes së Izraelit. Autoritetet në Izrael pretendojnë që kjo ofensiv do t'i jap goditjen finale Hamasit dhe do të çojë në fundin e luftës. Të luftës apo ne përmendëm një herë. Pra kjo tu është kundër Hamasit duke ulur. Unë ja u sotin e shqiptarëve unë nuk për shëndetjen e Gazës, ai kishtë vetëm me mbështetjen ndërkombëtare. Të që organizatës kombëtare të bashkuara demilitarizohet ose të largohet ose të mos marrë pjesë apo në qeverisjen e Gazës. Dhe tjera janë kanë skema të veçanta menaxheriale të arrihet mund të arrihet të zhduk përfundimisht Hamasin. Jep mundësi Hamasit të bëjë rekrutime të reja. Kjo dhunë që ai ka përdorur, Izraeli ka përdorur ndaj civilëve, jep mundësi Hamasit që të bëjë rekrutime të kontingjenteve të reja. Pra imagjinoni diku që i vritet gjithë familja, një thirrje Hamasit për të bërë luftëtar, për të marrë hakun, do të gjende me një gatishmërinë e këtij personi. Pra, kjo kërkon një zgjidhje politike dhe kjo zgjidhje do të arrihet vetëm duke ulur në tavolinë e bisedimeve, unë do ta quaja domthonjë një detyrim që Hamasi mos përfaqësoj më Gazën, edhe mos përfaqësoj, por këtë ta përfaqësoj Organizata për Qëllimin e Palestinës, Autoriteti Palestinez. Autoriteti që është quajtur, unë po them organizatës kështu, ajo ka rrjedha Autoriteti Palestinez, pra ta përfaqësoj dhe të kalohet drejt një zgjidhje politike me dy shtete. Pra nuk ka zgjidhje tjetër. Unë nuk mendoj që mund të arrijë. Shiko, popullsia në elite mund të arrijë
5 milion, 6 milion banorë në qoftë do llogaritet edhe në për këto kampet e tjera. Edhe si mund të burgosësh ti 5 milion njerëz? Nuk është pamundur, domethënë. Dhe sidomos në kohën e sotme, në kohën e globalizmit, në kohën e këtij informacioni që çakullon sot, nëse deri dje mund të bësh krime dhe komuniteti ndërkombëtar vijnë ndihnimas mas dëshmive të muajve apo vite më pas, sot në kohë rekord gjithçka pasqyrohet në të gjitha mediat ndërkombëtare. Dhe këto nuk do të harrojmë, janë prova. Ata persona që kanë ndërmarrë këto nesër do ballafaqohen, janë në procese bile, sepse është ngritur një gjykatë për këtë. Edhe një fjali për ta përmbyllur, profesor, sepse ishte gjithkoha që kishim në dispozicion. Edhe një fjali për ta përmbyllur. Po, unë mendoj që lëvizja e pritshme diplomatike, pra diplomacia ka ndezur motorët për çështjen e mbrojtjes së të drejtës së palestinezëve për të patur shtetin e tyre. Dhe këtu një merit të veçantë ka kryeministri, ka presidenti Macron dhe vetë Arabia Saudite, por edhe kryeministri britanik. Pra duket që ka një koordinim të këtyre punëve. Europa me këto veprime po përpiqet ta largojë turpin nga vetja vetë për këto veprime që do gjykohet nesër nga brezat që do vinë. E qartë. Ju falenderoj shumë që ndam këtë bisedë së bashku sot, ishte vërtet një kënaqësi. Faleminderit. Shikues të nderuar, shkëputemi për pak çaste publicitet deri